Rikthehemi sërish në studio, jemi në bisedë, flasim sot për ferma VIP dhe po komentojmë disa nga situatat. Do të fokusohemi në këtë pjesë të programit për një situatë mes mozës dhe visit. E shohim së pari materialin edhe kthehemi me njëherë për ta komentuar. Viso, menoja që për ty koncepti ishte më rëndësishëm se ngjyrat dhe Feniksat. Televizori, lale e boli qip, mas televizorit. Mas televizorit. Shifën, thash hajde shifen. O, visi, nuk ke integritet me që se iqesh. Të kam parë në shumë raste, më vjen keq që po ta them troç. Me një minut. Po ta them, je pa integritet. Je shumë punëtor, je djali mirë, po ku vje puna ke integriteti që don. Që do të thot? Që do të thot, mos që do më, kape vetëm. Menoj që ishte... Po ishte koncept ta mama, po qa ishte kjo një Feniks, një patku, një gjë, ca koncepti, yje, ferma, zjarri, njeriu. S'kishte as i lidhje me ferma. Aty flisnin për Feniks, maska. Atere mos e merr për sipër, thuj kam nevojë për ekspertizë. Jo, i thuj. Marr du ekspertizë se nuk e kuptoj. Nga ata mojnë ekspertizën? Nga ata që të kanë emëru. Si të ka pra që ti se të shku të shetë? Jo, 2 flamujt merini, ti vlerësoj një që është ekspert. Ti qojnë për ekspertizë? Për ekspertizë, sepse unë nuk jam i zoti për atë punë. Jo, se punu me shumë pasion. E kemi të maru ka 2 orë. Edhe unë valla i nuhat, a i preka, i shiova, me atë të timen. Piktura as nuhatet, as preket, shifet. Ku disha që unë? Atëhere pyt. Atëhere pyt, nuk e integritet, i thot moza visit në këtë komunikim. Të lufta për mbijetesë. Në fakt, drejt me thënë, moza nuk është se ka një vlerësim shumë të madh për njerëzit përgjithsisht, për vitin veçanërisht. E shikon si ai njeriu i punës, gjatë kohës që moza është duke na treguar historitë të jetës vet shumë interesante, misi është diku në ser duke prashit domate që do hajnë nesër moza. Dhe të tjerat, sigurisht. Është oportuniste në një farë mënyrë, kjo se bën njeri të keq, domethënë përveç kësaj ka raporte me të tjerë fermera të mrena, i thoshte i lirit ku predispozohet që janë të ngjashëm në mos po të njëjtë në kahe të ndryshme, ti suprat i bën shumë të mira, jashtëzakonisht të mira, sikur na kishte bërë një sup nga me pul, sepse përtonte ta bënte vetë. Është dembele po ti hysh, është e lezetshme shumë, është super moza, do ta kisha super shoqe, por nuk është një punëtore e madhe lidhur me këtë gjë. Nikoj që bashkëtesa. Po e ka thënë ajo këtë gjë. Është fare punëtore. Po, e ka thënë këtë gjë. Dhe ka shumë kohë ajo për të bërë muhabete dhe për të bërë interesante. Bile edhe kur nuk i jep njëri muhabet, i del vetë kameras përpara, në mënyrë fare konfidenciale i kthehet sponsorëve, na sill një ashtu, na sill dhe një kështu, edhe bën kërkesa nga më paradoksalet, e lezetshme shumë, sepse në finalet gjithë neve këtë kemi dëshirë, domethënë që të jetojmë mirë, pse jo, dhe gjejmë këto mënyrat oportune për ta zgjidhur shpejt. Dhe ajo e di që për sponsorët nuk është një sforcë e madhe që të sjellë ku diun 2 tasa mararona më shumë, cili do qoftë ai. Nuk ishte vetëm ky rasti, për hir të së vërtetës. Deri ke makinat, okay. Dakor. Domethënë, kjo nuk e bën njëri të keq kurse si moza. Moza është shumë interesante. Unë e kam dashur fort, megjithëse ndoshta nuk e njeh fare ekzistencën time. Do ta kisha bërë shoqe, ja, kështu aritmike siç është ajo, edhe kur kërcejnë edhe kur bën, ja, çfarë po bën? Po bën aerobi apo? Me mua bënte yoga. Yoga ka të mirë, okay. Alla mos, okay. Dhe po thoja që me të gjithë është oportunista dhe shife se si është, ka gjithmonë një thik që e ngul poshtë brekut, jo thjesht grusht, është thik. I kërkon një lirit i bën një supë se i bën të mira ato që bën, se ka këtë stilin italian, ato makaronat, pastat i bën shumë të mira, tjetër e pyet Sara. Ndoshta i bën vërtet kaq të mira dhe asa i shijojnë, ëh? Çfarë bën të mirë? Edhe intrigat, i bën shumë të bukura intrigat. Aty ku ti qesh e shikon si, okay, si të qylse e but, le ta themi, qesh me atë se thu, nuk mund t'jetë njeriu kaq i drejt për drejt, thjesht mendon me zot lart, e ka lënë veten në rënje të lirë, le të themi kështu, dhe është e sinqert atë që bën. Thotë atë që është konkluzioni i saj, filozofia e saj, edhe intrigat i bën shumë të mira, njësoj si pastat. Ka më bukur se sa e ka përshkruar njeriu me një fjalë të vetë. Në marrëdhënie me Ilirin, që ti e quan këtë që gjithsesi është një goditje me thik poshtë brezit për të, siç ishte edhe kjo për visin. Që i thot visit ti nuk e integritet. Sepse kjo nuk është fjalë e lehtë, është fjalë e rëndë ajo që ka thënë visit dhe në qoftë se në pjesën e parë thamë që aty bëhet qimjatra ndonjëherë, kjo ishte një situatë vërtet që visi mund të merrej gjatë me të, por visi nuk e përdori.
Për mua është nga bim Moza të kjo pjesë, sepse minimalisht nëse e pëlqen kaq shumë sa shtotje, djali mirë bollun të du fort, por atëherë nëse ti e pëlqen këtë djalin e mirë e ruan. Minimalisht mund të thoshë nuk ke integritet në pikturën që ke bërë. Ndoshta edhe do ta faktorizojnë në lojë me këtë. Nuk e besoj. Jo, unë e mendoj pak ndryshe. Mendoj që ajo përveç që di vendin e saj, ajo di edhe vendin e çdo konkurrenti tjetër. Edhe kur shikon konkurrentët që pra po thua që ajo e di se është e pëlqyer nga jashtë. Pa diskutim që po nga dronat që i kanë ardhur, pa diskutime ka vënë re se sa mbështetje kanë publik. Ajo kthye i thoshte Dafina më nis një dron. Prandaj po them, e ka më nis një dron, po, dhe e kërkon. Ka një gjë, ajo edhe kur e di se kush shkon droni. Të qesh me këtë. Ajo kur e di se kush është në vend dytë nëse e vendos veten në vend të parë, ajo mundohet që ta minimizoj tjetrin. Do me thënë, ajo mundohet që të krijoj këtë hapësirën nga konkurrentët e tjerë që pa diskutim mos t'jenë afër saj fare në finale. Mundohet që t'i minimizoj të gjithë. Do me thënë, e bën shumë bukur atë pjesën që edhe t'afron, po edhe të fut këtë thikën për të minimizuar. Afrimin e ka me publikun ajo. Nuk e ka. Po edhe duket sikur po bën muhabet ty që e konkurrent. Mandi po thoshte afrimin e ka për interes, për interes, siç ishte me Ilirin, pra që ajo ti shpëtoi atyre punëve të fermës. Edhe bën shumë të butë këtë pjesën e ngulestikës, ë? Nuk është se të krijon atë debatin shumë të madh. Domethënë edhe ta afron. Nuk e bëhet. E zbut komplet. Edhe me pjesën e filozofisë, pasaj siç e the edhe ti, e bën shumë të bukur këtë minimizimin e çdo personazhi aty. Domethënë e bën që sfumohen situata kur agravojnë. Pra po e minimizon në rea thotë, do ta faktorizoj. Po, nëse thotë që magari jetë kështu, po nuk më duket. Po nëse do shumë si e di se çfarë unë shoh, do ta kundërshtoj vetëm një gjë, jam fal. Domethënë Moza ka një kështu që është përballë ose me ata që dukshëm e urrejnë dhe duan ta largojnë aty, që i shpallin luftë, i jep muhabet mirë atyre. Si për shembull. Iliri me Sara, që ka sulmuar drejt për drejt. Sara është tjetër gjë. Sara për shembull është ambicioze si gocë, gati dhe xheloze për famën e saj. Sara e do shumë famën në konceptin tim. Por kujtohuni që vetë fama është shumë e zgjuar, përgjithsisht ndjek ata që nuk e ndjekin famën. E bukur. Jo, është logjike kjo. Domethënë, e do vëmendjen, e provokon. Më kujtu ajo situata me Unazën, aty ku nuk po ndodhte asgjë, fsheu Unazë më angri lopa, tha ku do. Aty kishte konflikt me askënd, përballje me askënd tjetër, po e krijoi një situatë e cila pati jehonën e vet edhe në rrjet. Çfarë interpretim ua si ta hëngri kaq maksimumi, se ku do gjejmë tani që të Nëse po flisnim për Mozën në raport me të tjerët, pra ka përballë mban afër njëkohësisht mikun, ata që e adhurojnë Mozën, dhe dukshëm ka shumë që e adhurojnë Mozën, mban edhe më afër armikun, nëse mund ta quajmë armikun e saj Ilirin. I jep muhabet, e bën që të shfaqet, e bën që e le të flasi, e zhvesh nga aula e vet, sepse ai ka dalë me një aula nga reality show tjetër. Nikoj që këtu po i shëmbet ajo. Nuk është bukur, domethënë ka shumë njerëz që po e komentojnë jo për mirë këtë. Paktën në rrjetet që unë frekuentoj. Nuk të vjen mirë sepse ai është një figurë mirë televizive, edhe ditë sillet në ekran. Ka një karrierë, ka një moshë që, okej, duhet për të respektu, por dhe ai po tregohet i vogël, tamam te kjo, sepse e ndjen që Moza është lufta e tij më e madhe aty brenda. Ai e dinte paraprakisht se në momentin që ai ka hyrë, ai ka hyrë pas një javë dhe e ka ditur situatën. E ka ditur, pavarësisht që tani ka kaluar goxha kohë. Por Mandi tha që ajo ka shumë njerëz që e duan, ndoshta mund të themi tani bashkë edhe me dy hyrjet e reja dhe pozicionimin që patën edhe Zhaku edhe Kostana, se në një moment u duk sikur Moza ishte e vetme dhe kundër të gjithëve. Nuk e di nëse edhe ju e shihni në këtë mënyrë që janë krijuar aty dy grupe, është grupi i parë, po e quajmë kështu, Iliri, Sara, Romiri, Blerina, Vanesa, Indri dhe Soni, dhe grupi i dytë aktualisht Moza Bujaka, Zhaku, Kostana dhe Henry. Ai që ju e quani grupi i parë është thjesht... Nuk ka rëndësi, mund t'i vësh një emër çfarë të duash, grupi X dhe grupi Y. Atëri ka me radhë që ishte Iliri, Sara, këto thjesht janë të rreshtuar te grupi kundra Mozës. Nuk është grupi 1 dhe grupi 2. Ata janë thjesht kundra Mozës. Dhe të tjerët që e pëlqejnë Mozën. Janë, ku di unë, si puna ime që do ta kishim bërë shoqe se është shumë fan. Po, nuk kemi as te grupi X, as te grupi Y. Nuk kemi visin. Se për kjo, dhe ky në mos është integriteti lartë, që ti nuk bëhesh pjesë e grupeve.
Për mua, ky është integritet, që ti të mos jesh pjesë e një grupi ose e një tjetri. Sigurisht që nuk konfliktohesh me të parin që del përpara, unë do ta kisha bërë VCO, po kjo nuk e bën absolutisht njëri të keq. Ndaq më pak pa integritet. Pra ai është duke treguar integritet që nuk po bëhet pjesë e grupeve të cilat janë të shfaqura dhe ndihen dukshëm nga publiku. E thash për ky është visi, domethënë edhe kur ai shikon një shenjë mungesë respekti nga krahu tjetër, thjesht largohet. Nuk të përball, jo sepse të ruhet prej teje, jo sepse ka frikë prej teje, po sepse i lë vend vetes sipas asaj që ne kemi shkëmby eksperjenca, sepse me visin më do ta themi me që u zu gosh Portokallia, me visin ka punuar në sezonin e 3 deri në sezonin e 7 të Portokallisë. Nuk ja shkruaja unë tekstet, i shkruante vetë, kisha tekste për personazhet e tjera. Unë kam qenë skenarist, ai sigurisht ka qenë figura që dilte edhe bënte atë show që bënte. Dhe kështu ka qenë gjithmonë. Tani ju e dini se sa i madh është konflikti midis artistëve, sportistëve, mjekëve, dhe visi është në atë luftë për ditë që i dëgjonte, nuk reagonte dhe i linte që të binin në batakun e vetë. Është natyra e tillë, nuk i frikohet njeriu, thjesht nuk do konflikte. Dhe pastaj bashkimi i tij prej 17 vjetësh me Belinën, shoqen, e ka bërë dhe njëri më të stabilizuar mendërisht lidhur me këtë gjë. Ata i kanë idetë të qarta, ata shkëmbejnë shumë, janë shumë shok me njëri tjetrin. Dhe ajo dashur pa dashur ka ndikuar ke formimi i tij. Bën çdo gjë për visin, po dhe visi bën çdo gjë për ata. Dhe diskutojnë me të atëherë kur mungon edhe shoku aty në Amerikë, në Australi ku kanë qenë, ata kanë qenë shok të ngushtë të dy bashkë. E di çfarë fati është ky? Po, është një fat shumë i madh dhe ata e kanë artikuluar këtë gjë, edhe se sa me fat ndihen për njëri tjetrin, për mënyrën se si i kanë kaluar gjërat dhe se si janë duke bërë gjëra dhe duar trokasin për tjetrin. E kemi patur edhe po e kemi patur edhe Belindën këtu në studion ton. Pse ai vendosi në këtë moment të hyjë në këtë reality show? I pëlqen natyra, më zot. I pëlqen natyra dhe ashtu. Kaq e thjeshtë është. Po. Ata burrë e grua marrin një çadër nga ato ushtrisë dhe nisen për një javë. Humbin celularet, unë mendoj që kanë hik jashtë diku, i bitë ku kanë qenë, ishim në theth për shembull. I pëlqen natyra, humben, fikin celularet dhe jetojnë të dy bashkë. Prandaj visi po merret më shumë me kafshët, ai po jeton aty që do, ai është në habitatin e vet aty. Është në habitatin e vet dhe një mozë që për mos super moza, nuk duhet ndryshoj asnjë gjë nga ajo gocë. Dhe të gjithë të tjerat si bëjnë përshtypje fare. Ai më mirë mund ta gjej dialogun me delet, me lopët aty se sa me pjesën tjetër. Jo, e ka gjetur. Është shumë në habitatin e vet. Visi është i mirë. Visi është njeri i mirë. Është si rrallë herë njeri i mirë. Domethënë për ne që jemi shoqni, e thash kam shumë vite që e njoh, në qoftë se ai të ndjen që ti ke një hall, nuk vjen të bëhet invadent, ma thon çfarë halli ke ti, ma thuj tani se ta zgjidhim bashkë. Të lënë në tatën, po deshe me ja treguja, tregon, po nuk deshe, fillon të t'jep aq mend sa ai mendon që duhet japi. Dhe këtë gjë është duke bërë edhe brenda Ferma VIP, ishte e rëndësishme që ta thonim këtë për ta kuptuar edhe publiku, që ka një pritshmëri të caktuar ose ndoshta kërkon personazhe të cilët janë protagonistë, e rrëmbejnë protagonizmin në një mënyrë apo në një tjetër, si Moza le të themi që është duke frymzuar. Po pse është duke frymzuar jashtë Moza dhe nuk po frymzon njëri aty brenda? Është kundërshtare fort, duhet ta pranojmë këtë. Kundërshtare fort. Hanada. Nuk e kuptojnë kam përshtyp. Nuk e kuptojnë aty brenda. Nuk e kuptojnë. Unë me Moza... Po ty vetë, të frymzonte Moza? Unë jam kënaqur shumë me Mozën. Unë pjesën më madhe ditëve me të kam ndërë, në fillim nuk më ka ofruar, se kam përshtypjen dhe hyrje e re dhe ndoshta na shifnin pak kështu. Po që kam bërë dhe biseda serioze me të, nuk është se kemi bërë vetëm shaka. E lyeja në njerë, kështu i bëja make-up. Po, për mua është e këndshme. Po është në luftë, ajo po lufton, ajo nuk është si... Po që unë nuk i hapja luftë. Për visin, visi është thjesht, si që të edhe ti është në habitatin e vetë, thjesht është qill, nuk po lufton, nuk e do këtë luftën, mbase nuk e do edhe fitoren, mendoj unë, duke e vënë re, me siguri e do, por ai nuk del, pra, nuk del nga vizat e veta, nuk del nga natyra e vetë për asnjë arsye. Lojën që po bën, sërse po bën loj po bën Moza.
ajo supermoza. Mund të fitoj edhe në këtë lloj mënyre. Mendon që publiku mund ta pëlqejë edhe duke qenë vetvetja siç është ai. Po sa do publiku e do pak. Moza çfarë po bën? Thjesht është vetja du njerëzit. Përveç saj. Kjo shohun e ka kaq të zhurmshëm sa nuk bie në sy visi. Tash ç'a mund bie në sy visi pas asaj që Ola i tha Arbanës. A ka një kryefjalë tjetër? Prandaj publiku mendojë nuk është se do edhe këtë njeriu që tri vetëm pasiv dhe të jetë chill me veten e vet dhe të merret. Publiku do zjarr, publiku do edhe këtë pjesën e Olës. Publiku do gjatë gjithë kohës intriga, gjërat, ne e kemi kuptuar tani, ato klikohen. Për të shfaqur, për të lançuar. Visi është me karrierë të konsoliduar në mënyrë. Po pa diskutim që po se ka koston nga mbrapa. Problemi më i madh për ata të moshës tonë, po them, okay, Visi është pak më i vogël se unë. Është shumë më i vogël se unë, po desha. Që kanë ngritur një karrierë dhe nuk duan ta. Është një problem sepse ti del për të thënë diçka. Dhe kur je i ri, ti thua dhe ëndrat si kur i ke arriti akoma, sepse unë më ndërroj dhe po planifikoj që në kohën që jemi neve, jo vetëm që duhet flasësh vetëm për ato që realisht ka ndodhur, një, e dyta, ne nuk bëjmë intervista për t'impresionu të panjohurit jashtë nes. Ne bëjmë intervista që të mbajmë akoma respektin e njerëzve që na kanë respektuar deri tash. Janë kostot e një artisti që futet në një televizion dhe pa diskutim që me një... Për pasojë e kanë të ndryshme, po për të që të thot Mandi, qasjen e kanë të ndryshme. Si shihni këto dy grupet brenda në ferm? Njëri, si që tha, njëri është kundra Mozës edhe njëri është me Mozën. Nuk është se ka një dallim shumë të madh. Edhe ato që janë kundra Mozës... Kryefjala është prapë Moza. Ndikim Iliri po humb shumë që nga hyrja në ferm. Mendoj që do dilte shumë mirë, pra e dinte zhurmën që po bënte Moza jashtë dhe mendoj që nëse ai do hynte brenda, mund të ndryshonte këtë... Mendoj që mund ta sfidonte. Gjë mendoj shumë keq. Iliri është lojtar kalibri ke kjo pjesë. Nëse flasim për lojë, është lojtar kalibri, pa ofenduar drejt për drejt askënd, i ngre skema të tilla që ti të shkosh ta bësh luftën për të. Po kjo gjë po i del shumë shëmtuar tani. Tani varet nga lojtarët, varet si luajnë lojtarët e tjerë. Po, mirë, nëse cinizmin më të bukur aty e ka Romiri, e ka shumë të bukur, më pëlqen shumë. Po, dhe me Romirin kam qëndruar. Ndonjëherë po keq interpretohet për cinizmin e tij. Iliri. Kur nuk ja kuptojnë. Do të shë, kështë është problemi, nuk është problemi. Romiri, jo Ilirit. Nuk është, a më tani sa është bëhë kështu arrogant. Për sa kohë, nuk ka një ligj që ndalon cinizmin, arrogancën, ku di unë, mënyrën korrekte, politikisht korrekte në dukje, por ama t'japësh mesazhet që do vetë, të tjerët janë gjithë në rregull. Ligjërisht nuk ka asgjë që ndalon këtë. Jemi okay? Jemi okay. Dhe shkojmë në publicitet, rikthehemi sërish në pjesën e tretë pas pak.